se që të dy keni herë në publik një akuzë të përbashkët. I ndihmon qeveria i njërin me fundjavën ndryshe, tjetrin me Rozafën e Labinot. Ja ku jeni në sqaroni çik. Ja, po sqarojmë një parë, mos e vazhdoj se është mirë. Qeveria mu më ndihmon se më pagu rrogat e mira njerëzve që kam. Jo, magazinat mu me eksportet që bëj. Magazinat. Qeveria mu më ndihmon me ëndrat, qeveria mu më ndihmon që ble gjithë notën pa gjumë, si do t'ja dal mujt e si do t'ja dal 15 ditëshit. Këtë ndihmon qeveria mu. Cilët magazina? Magazinat këtu se keni puqeni të dy në të njëjtën. Çfarë magazinash? Magazinat, si ai që ka shku atje në fund Tiranës, se Tirana është zmallu për ditë dhe duke sigurisht mrena Tiranës. Dikur kur kemi qenë në fëmijë, atje ku ka ky magazinën, ne donim 2 orë me ikë në kom, shkojshim u lajshim, e kupton? Me babë vet, e kupton? Apo jo, mezi kalojshim mes Klunit, mes malit, mes Dreqit, shkojshim te ai repartu shtarak. Këtu që jam unë midis maleve, kupton? Se këtu do të vi më vonë çik qytetnimi, po kam ardhur unë me mu qytetnimi. Këto kanë qenë gjitha në tokë, siç i ka marrë ai në tokë. Tash të të kallzoj ai, të kallzoj edhe unë. Sa kam pagu unë këtu? Masi kom pa hipotekat që në kot Italisë, se të kujt janë. Dhe sa ka pagu ky? Me mu, që besoj se dhe me këtë, kanë ardhur janë tallë. Na kanë vu metrin, ta maroj. Na kanë vu metrin, dhe mu këtu ma kanë llogarit me 190 euro metrin katror, nuk ka pas asi godin gjitha në tokë, i kom mor, i kom hedh, i kom shkull, makina dhe vjetra, i kom qur diku tjetër, i kam bërë pjesën ku dorinin makinat, ma thanë lumit e pralla, e ku ta diu se çfarë, sponsorizoi Ministrinë e Mbrojtjes për të. Pyete këtë sa ka pagu për metër katror. Unë ka pagu 1.4 miliard këtu. E kisha gjetë tokën këtë katun, kutë në tekej me çerekun e çmimit. Që ta dish. Ky oneri që më ka bo mu qeveria shqiptare t'i hapin t'i shohin letrat e mia, dhe në të njëjtën rrugë që kam shku unë, se vitën pyste daj, ka kalu dhe ky nëpërmjet privatizimit, që jam i bind që edhe këti do t'ja kenë vu metrin katror më tepër, sepse është më afër Tiranës. Të njëjtën fat të refundova. Të njëjtën fat, më burr, njëjtën fat.